Të nderuar teleshikues, selamu alaikum. Mirë se vini në ciklin ton më të ri të emisioneve Familja. Në temën e parë ne folëm rreth familjes, rolit të saj në shoqëri dhe sfidat që i kërcënohen familjes në epokën moderne. Sot do të vim në ndërtimin e saj, pra zgjedhja e partnerit dhe e partneres, kriteret, a është kush vetëm kriteri fetar, apo janë dhe kriteret të tjera, a merren parasysh dhe ndjenjat e individit, pra si i trajton Islami këtë lloj përzgjedhje që në fakt janë shkruar shumë dhe është një temë që mbetet e hapur dhe nuk është se zaurohet dot pra me një fjali të vetme. Por ta zbërthyer këtë formulë dhe se si është qasja islame ndaj kësaj praktike, bashkë me ne sot në studio është hoxha i nderuar Ahmet Kalaj. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët me ne në studio. Atëherë besoj pyetje që ka ndërmend çdo kush është Islami a i merr parasysh ndjenjat kur zgjedhet partneri? Kush janë kriteret pra e zgjedhjes partnerit? A do të jenë ato vetëm fetare, shihen dhe gjëra të tjera? Pra si është kjo qasje në Islam? Zgjedhja e njeriu të jetës, pra do të thonë se kur themi partner duket sikur futen dhe për kufizime të tjera ose terminologji tjetër. Pra kur duam zgjedhim bashkëshortin, kur duam zgjedhim bashkëshorten, normalisht duke qenë se është ndërtimi i një jete të re, është ndërtimi i një familje, duke qenë se do të jemi bashkë për një jetë, domethënë e cila sa ta ketë dhënë Zoti i Madh, domethënë, po mendohet pra për një jetë normale, për një cikël normal jetësor, kur mendohet se nëpërmjet kësaj lidhje do të krijohet familja, do të ketë fëmijë, pra nuk shihet vetëm kriteri fetar. Për këtë arsye dhe profeti alayhis salam tha, kur martohet një femër, po një të gjë vlen edhe për mashkullin, pra kur martohet njeriu martohet për disa arsye, pra ka disa gjëra që e nxisin njeriu për të martuar. Mund të jetë bukuria, joshja le të themi e lukut të jashtëm, mund të jetë pasuria, mund të jetë fismëria dhe mund të jetë feja dhe besimi. Pra, si më thon pejgamberi sa po na thot, katër janë nxitësit. Po kjo nuk përjashton pjesën e dashurisë apo pjesën e ndjenjave, sepse ne kemi hadithe të tjera, transmetime të tjera. Për shembull, vjen një dikush tek pejgamberi selam dhe i thotë pejgamberi i Zotit, sapo jam fejuar me një gocë ensarësh. I thotë pejgamberi selam, a ke parë atë? I thotë ai po. Thotë dëgjoj, shikoje mirë se në sytë e ensarëve ka diçka të bardhë. Pra me kuptimin përqendrohu, mos u ngut dhe ndërmerre hapin me kujdes. Ose kemi rastin tjetër kur dikush domethënë nuk kishte ndjeshmërinë ndaj personit dhe vjen tek pejgamberi alayhis salam për të bërë për ta njoftuar ose për të linçuar ndarjen. Dhe profeti alayhis salam nuk është se tentoi shumë, po menjëherë i dha zgjedhje situatës. Pra, jo si në rastet e tjera ku pejgamberi sa ndërhynte, mundohej ta mbante situatën. Ne kemi rastin domethënë më të freskët që përmendet edhe në Kur'an, debatet dhe konfliktet e vazhdueshme mes Zeitit dhe Zejnebes. Pra, domethënë Islami e sheh edhe këtë pjesë, sepse është jetë dhe njeriu përderisa do të ketë një jetë me një person tjetër, do të thotë që duhen parë të gjitha aspektet, duhen parë të gjitha gjërat. Për këtë arsye edhe në fund fare profeti alayhis salam tha, fadhfar bi dhati dinit ribat yadak. Nëse ti je përparësi besimit, Zoti do t'i mbushi duart me bekime, do t'i japi Zoti mbarësi të madhe. Pra që do të thotë, në fund fare ne synojmë xhenetin, ne shpresojmë kënaqësinë e Zotit dhe ne do të dojshim që kjo familje e cila të ngrihet mbi devotshmërinë, fëmijët të edukohen mbi devotshmërinë, pra të jenë në këtë frym, sepse ne duam të ruajmë veten tonë, të ruajmë familjen tonë, të ruajmë fëmijët tonë nga zjarri i xhenemit. Një nga pyetjet që do të na bëhet neve ditën e Kiametit është çfarë ke bërë për familjen tënde? A e bën shkak dhe sebeb që ti shpëtosh nga dënimi i Zotit? Në momentin që le të themi gjysma tjetër e familjes është në të njëjtën linjë, normalisht që
le të themi ky edukim dhe kjo frymë do të jetë shumë më e lehtë se sa kur vjen vetëm nga babai apo kur vjen vetëm nga nëna. Jo vetëm kaq, po edhe problemet që mund të lindin. Për shembull, le të themi djali është shumë fetar, vajza s'ka lidhje me fen, mund të ketë konflikte ose e kundërta, vajza mund të jetë shumë fetare, djali s'ka lidhje fare me fen apo me besimin, mund të lindin konflikte. Pra gjërat duhen parë në kompleksitet, duhen parë në tërësi. Por nuk është se Islami thotë shih vetëm fen edhe mos shih asgjë tjetër. Kjo nuk është e saktë. Madje Islami, pra siç e thash, thotë njeriu ka shumë arsye se pse mund të martohet me një femër, mirë po jep atë orientimin e vet për të ruajtur bashkësinë, për të ruajtur kompaktitetin, për të qenë ato me njëri tjetrin sa më komod në çdo, le të themi, normë që ju jep feja për jetësimin e fesë në familje e kështu me radhë. Në fakt, në disa libra fiku përmendet për shembull babul kefa, pra sugjerimet, tema El kefa do të thotë përshtatshmëria. Përshtatshmëria. Pra duhet të kenë patjetër një përshtatshmëri. Pra firmiteti, pra që të afrohen. Dhe duket sikur dietarët musliman kanë dhënë disa sugjerime se si të jetë zgjedhja e partnerit, pra jo vetëm fetare, por dhe nga aspekti material. Me që është kjo tema e sotshme, pra kush janë disa nga këshillat që ju si teolog pra i jepni rinis në përzgjedhjen e partnerit? Këtu nuk duhet të ngatrojmë gjërat. Pjesa materiale nuk është gjithçka, nuk është kriter bazik. Pastaj kur themi pjesa materialiste e gjës nënkupton komoditetet e egzageruar apo nënkupton plotësimin e asaj që është e nevojshme për të jetuar. Problemi është se ne jetojmë në një kohë kur gocat apo çunat, le të themi, kanë, le të themi, i japin një përparësi ekstreme kësaj gjëje, sidomos tek pjesa e vajzave, domethënë, që kërkojnë tek çunat gjëra ekstreme për shkak të asaj që shohin nëpër rrjetet sociale apo nëpër media. Ndërkohë që e vërteta është se ne duhet kërkojmë njeriu, ne duhet gjejmë njeriu. Pra i kushtohet rëndësi sepse njeriu kur është njeri, le të themi, siç duhet, me shpresën e Zotit vinë edhe gjërat e tjera. Po nëse janë gjitha gjërat e tjera, po nuk është njeriu, atëherë çfarë do bie ka, domethënë, si do ta kalosh jetën, si do të ndërtohet jeta. Pra mbi të gjitha, domethënë, Islami këshillon që të shihet njeriu, por edhe kjo pjesa tjetër nuk duhet lënë bazdore. Për këtë arsye, siç e thatë ju, gjejmë termin kefa. Kefa do thotë përshtatshmëria, përputhshmëria. Pra, domethënë, njeriu normalisht, domethënë, duhet shohi sa përshtatet, duhet shohë nivelin arsimor, kultura, shihen, preardhja, pra jo shumë disbalanca ndoshta se kanë probleme për klasë traditash. Por nuk duhet bërë, le të themi, synim kryesor ose nuk duhet lënë objektiv kryesor. Pra ne kemi disa gjëra bazë që janë feja, besimi, edukata, morali, sjellja. Pastaj shohim, pra nëse për shembull, le të themi, un kam dy raste. Një rast e kam që përshtatet me kulturën dhe traditën time, dhe në gjërat e tjera jemi okay, dhe një rast tjetër që është njësoj në gjitha gjërat okay, po rasti nuk përshtatet me kulturën dhe traditat e mia. Atëherë zgjedh këtë rastin i cili përshtatet mirë, po për shembull nëse nuk gjej. Ama gjitha kriteret e tjera i plotëson, të fesë, besimit, edukatës dhe tjetër, po thjesht për shembull nuk është në traditat dhe kulturat e mia. Normalisht që e ndërmarr hapin. Sepse unë di raste që po shkon mosha 35, 36, 37, po shkon mosha 38, vetëm se e dua nga, le të themi, nga ky vend, ose kam preferencën që të jetë nga vendi im i origjinës e tjerë. Ky është teprim. Ky është teprim. Ose dëshira për të pasur, ku e di unë, domethënë makina, ose për të pasur vila, ose për të pasur mundësinë e udhëtimeve çdo muaj, ku di. Pra do të më qenë kam tokë, me pa realitetin ku jeton. Problemi është se jeta ecën. Pra nuk është puna se ti je në një moshë, le të themi 17 vjeçare apo 18 vjeçare apo 20 vjeçare dhe vendos kritere dhe kushte. Si me kalimin e kohës do të fillosh të heqësh gjitha. Po ti kur kalon moshën 30 vjeçare, 32 vjeçare dhe vazhdon akoma me ëndra adoleshencë, ky është problem pastaj, e kupton? Qartë. Sepse si mashkull dhe femra, në përvajtjen e familjes, në fund fare kanë një, le të themi, një limit kohe kur gjërat marrin kuptim. Pastaj po kaloj 40, po kaloj, atëherë, domethënë, hajde ta bëjmë që mos na ngeli pishman. Domethënë të martohemi që mos na ngeli si katror bosh i jetës. Ndërkohë që, domethënë, siç e kemi thënë dhe herë tjera, domethënë njeriu, domethënë duhet shohë, siç e tha profeti alayhis salam,
nëse ju vjen dikush që ka besimin dhe edukatën, mos e refuzoni. Kjo vlen për të dyja krahët, domethënë. Normalisht pra, siç e thatë edhe ju, pjesa e përshtatshmërisë, pjesa e mbartjes përgjegjësisë, pjesa e përputhjes, shihet edhe kjo, por domethënë vjen si e dytë. Pra, si fillim shihet besimi, edukata dhe sjellja, pastaj shihet edhe kjo gjëja që normalisht duhet marrë në konsiderat. Pse duhet marrë në konsiderat? Sepse martesa vetëm për hatër të fesë, sa do të zgjasi? Martesa vetëm për hatër, le të themi se është e sjellë, sa do të zgjasi? Puna është se duhet të ketë edhe ndjesi të brendshme kjo gjë. Puna është se duhet të ketë edhe përshtatshmëri kjo gjëja, domethënë. Pra nuk mund të ecet vetëm me një gjë, po duhen parë gjitha gjërat bashkë. Në fakt duket, sigur, ne e thamë dhe emision e parë, që Islami e trajton familjen si institucion. Pra dhe duket sikur përzgjedhja e partneres, bashorti është edukatori i fëmijëve, babai është modeli i tyre. Pra në një farë mënyrë Islami e vën para përgjegjësisë çdo antar të ri ose të tretë të shoqërisë kur bën përzgjedhjen. Dhe në fakt sot shohim që rinia ka një turavrap drejt ndjenjave, pra martohen sepse thjesht e don dhe nuk intereson historiku, nuk interesojnë këto tjerat, ose njihen në rrjetet sociale, pra ai shkusi i vjetër, klasik, është zëvendësuar sot, biles ka dhe sajte që ose me agjensitë martësore. Ose ndoshta edhe kjo hoxha, pra si është mënyra që Islami, le të themi rinia martohet pra në Islam, çfarë sugjeron Islami? Islami, siç e tham, pra u bë 2-3 herë që po e përsëri, ka kushtuar rëndësi kësaj pjese, pra pjesës së ndjenjave dhe dashurisë, i ka kushtuar rëndësi, nuk ka dyshim. Po gjithë problemi është domethënë se njeriu nuk duhet mashtrohet nga aparenca. Pra, tani vjen pyetja, a të duam aparencën apo të duam shpirtin? Islami orienton tek dashuria e shpirtit. Pra shpirtrat të duhen, pra të ketë përshtatshmëri dhe përputhshmëri, dhe nuk është gjithçka aparenca e jashtme. Pra dikush ndoshta nuk është shumë i paraqitshëm, ama është shpirt robi. Ke qejf të rish me të, ke qejf bësh muhabet me të, ke qejf të kalëshkohen me të. Dhe dikush tjetër mund të jetë yll bote, mirë po s'di të lidhë dy fjalë ose nuk din se si funksionon jeta. Domethënë pra nuk është ky muhabet, nuk është një orë, as nuk është një javë, as nuk është një muaj, as nuk është një vit. I thon një jetë e gjatë që mund zgjasë 60 vjet, që mund zgjasë 40 vjet, që mund zgjasë 70 vjet. Pra njeriu për këtë arsye në Islam vjen një kriter tjetër që është kujdestaria. Pse? Sepse rinia e ka pak atë prirjen e fluturimit dhe mashtrimit në aparencë apo në paraqitje. Për këtë arsye, do thonë, siç da përmendim, inshallah taala vjen edhe roli i kujdestarit, i përgjegjësit, i cili duhet t'japi ai mendimin e vet, sepse ai shet ca gjëra dhe mat ca gjëra që nuk i masin dot të rinjt apo nuk kanë kapacitetin ose verbohet i riu nga një shkëlqim apo nga një vezullim i caktuar. Mënyra zgjedhjes ishte ideja, pra mënyra martesës si është në Islam, kërkimi i dorës ose. Po, okay, atëherë mënyra zgjedhjes në Islam apo mënyra e kërkimit dorës. Normalisht njeriu vet nga puna që ka mund le të themi mund të bëjë përshtypje një vajzë ose një vajzë mund të bëjë përshtypje një djalë. Atëherë mënyra më saktë dhe më e duhur për ta vazhduar këtë gjë është që të kërkojë, domethënë dorën tek shtëpia e saj. Kur themi ne tani të kërkoj dorën, nuk nënkupton që të fejohet me të njëherë, por nënkupton njoftimin e familjes që unë kam dëshirë të ulem me vajzën tuaj për të biseduar, se ndoshta Zoti i Madh na shkruan që të jemi bashkë. Kjo është një metodë. Metoda tjetër është nëpërmjet informacionit. Pra dikush të informon dhe thotë, "Ore, është një vajzë shumë e mirë, është goca e filanit, mendoj që të ulen një herë bëni muhabet me të." Për shembull, kjo është metoda e dytë. Metoda e tretë mund të jetë dhe njohje e rastësishme, ku njeriu në bisedë sipër mund të ketë një përshtatshmëri me një vajzë, edhe ja propozon moment dhe i thotë, "Unë kam qejf që të ulemi bashkë", po duke njoftuar familjet që kur të rrim, domethënë gjithë ideja është mos bëhet si diçka që është prapasken, mos bëhet si diçka që bëhet vjedhurazi, sepse nuk ka prind në botë që mos të gëzohet se dikush do të njihet me vajzën e tij. Dhe krahu tjetër, njëjta gjë. Pra, ku është problemi që kjo dëshira për të njohur, kjo dëshira për të parë sa përshtatemi apo jo, të jetë diçka e zyrtarizuar, të jetë diçka e ligjëruar, të jetë diçka në thonjza e kontrolluar. Pra mos të jetë puna, domethënë mbarojnë gjithçka, kryejnë gjithçka, pastaj
s'po përshtatemi, por nuk funksionon kjo gjëja, domethënë. Qartë. Pra ti nuk mund ti te kalosh gjitha hapat dhe pastaj të urgjon ne nuk u përshtatem. Jo. Ulesh një herë, dy herë, tre herë sa të jetë, domethënë që njeriu më të vërtet sheh ai si thuhet në gjuhën popullore, ai rre zemra apo jo. Sa përshtatet muhabetet gjitha dhe pastaj nuk kam më nevojë sepse dikush tha, fola një herë me dikë dhe i thash, "Mos si po shkon muhabeti." Tha, "Jemi njohje sipër." Thash, "Sa?" Tha, "U bëja një vit që jemi njohje." Thash, "O vlla, kjo nuk quhet më njohje." Kjo nuk quhet më njohje, një vit nuk është më njohje, pra njeriu Zoti i ka dhënë. Do ishte bë fëmijë apo të ishe martu, po do kelin fëmijë. Pra njeriu domethënë Zoti i ka dhënë njeriu intuitin, i ka dhënë zgjuarsinë, i ka dhënë se më thon atë fuqinë e kapacitetit njohjes çdo njeriu. Kështu që nuk edhe kjo gjë, domethënë periudha e njohjes nuk duhet zgjatur pafund. Pra gjithë ideja kush është? Ne jemi kundër një martese, kjo është goca mere se e njohun, ose e njeh X apo Y, po dhe jemi kundër një njohje të pafundshme. Pra diçka që duhet të jetë midis të dy. Në dieni familja. Qartë. Po jo po si të rrim ne për shembull kur or zotëri nuk është kush që familja të ulen me ty në tavolinë. Një antar i familjes ulet diku larg, e rëndësishme është që jeni në një ambient, domethënë që jeni në kontroll. Kjo është ideja, domethënë. Po pse i është kushtuar shumë rëndësi kësaj pjese? I është kushtuar rëndësi shumë kësaj pjese që mos shkojë puna në immoralitet. Qartë. Sepse kur veçohet thot një mashkull dhe një femër, i treti është shejtani. Është e thjeshtë fare situata. Kështu që domethënë për ta ruajtur brezin, për ta ruajtur rinin, për ta ruajtur shoqërinë, janë vënë disa kufizime dhe logjikisht, po ta marrim me logjik të pasur, ku është problemi që kur ulet një djalë dhe një vajzë, njëri nga antarët e familjes të djalit apo të vajzës të jetë prezent. Qartë. Unë mendoj se nuk ka asgjë të keqe. O zotni, ju jeni një tavolinë vete dhe mund të bisedoni shumë gjëra, domethënë pa ditë kush se çfarë po bisedoni. Këtë ne e themi për kohën që ka ardhur, se në kohët e mëhershme nuk ka qenë kështu. Po. Kohën e mëhershme pëlqehej, shkon tek shtëpia, e ultaj me vajzën aty në shtëpi, flisnin ku dëgjon e tjera dhe ndaj muhabeti, ka qenë edhe më ndryshe fare më përpara që s'pyeste kush. Nuk e shifshe fare. Nuk e shifshe fare etj. Edhe e di që kanë qenë më të bereqeshme si martesa. Kanë pas më shije, kanë pas më përkushtëshmëri ndaj njëri tjetrit, kanë qenë shumë më të lidhur me njëri tjetrin. Në fakt kam lexuar një statistikë. Sa këto martesat e sotme, të cilat ishte shumë i shijojnë gjitha dhe bëhet dasma vetëm për plotësim numri. Thoshte 80% e martesave me shkuesi vazhdojnë dhe thoshte krau tjetër 80% e martesave me pëlqim kishin shkuar në divorc. Pra sepse ajo hipnotizimi prej zbukurës, bën që ti eklipsosh komplet vlerat e tjera dhe ndoshta nuk përshtatet pra me jetën tënde. Pra, me rrjetet sociale, komunikimi për këtë arsye, lejohet pra me që jemi sot në epokën e medias sociale. Nëse ne flasim për një komunikim të thjeshtë ku djali propozon këtë që unë thash, nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse ne flasim për një komunikim që vazhdon pafundësisht, që do të thotë bisedë mas bisede, pa qenë njëri pa limit me shumë femra, absolutisht nuk lejohet. Fetarisht, domethënë, nga ana fetare nuk lejohet. Por mund të ketë një tolerancë nëse, domethënë, profili kontrollohet nga njëri nga prindrit. Pra, vajza kur komunikon dhe nëna është me të, domethënë, apo prindi tjetër apo një antar tjetër i familjes. Pa që gjithë ideja kush është? Gjithë ideja është mos t'i lejmë, më thonë Zapra, mos të lejmë këta dy të rinjt në vete pas një lloj do hiqen nga pasioni është logjike. Sepse nuk di pastaj se si merr puna. Bukur. Në fakt është përhapur një klishe që në Islam femra martohet me zor. Domethënë, si qëndron kjo në Islam? Pra, a merret mendimi i femrës? Ka qenë domethënë ndoshta flasim nga tradita e vjetër, flitej kjo gjë në emër të fesë, mirë po nuk është se ka pas atëherë alternativë tjetër. Pra, nuk është punë se kjo ka qenë vetëm tek muslimanët, edhe tek të tjerët, pak kjo ka qenë, le të themi, kjo ka qenë tradita e cila masive. Pra njerëzit shumë martoheshin gjithë, nuk është vetëm tek muslimanët. Por faktikisht bërja e kësaj gjëje në emër të fesë është e pavërtetë dhe jo e saktë. O pejgamberi i Zotit i tha një gocë, ka martuar baba i tha, po unë nuk e dua atë djalin. Tha pejgamberi se mos u marto me të. Pastaj erdhi një vajzë, tha pejgamberi i Zotit, ai djalin pëlqen. Tha pejgamberi se okay, martohu me të. Pastaj e pyeti profeti alayhis salam, pse e bëre këtë gjë?
Tha pejgamberi Zotit, bëra këtë gjë sa e bukur, që mos imponojnë prindërit fëmijët e tyre në martesë. Do të thonë, o vëlla, flasim para 15 shekujsh. Shi çfarë mendje e hapur. O profeti i Zotit e bëra këtë që prindërit mos i detyrojnë, më imponojnë fëmijët e tyre në martesë. Pra është parë kjo gjë. Kemi rastin e Beriras, rasti kur një djalosh po e thjeshtëzoj, domethënë historinë, domethënë vraponte në rrugët e Medinës si i çmendur, nga që ishte ndar, dhe ndërhyn profeti alayhis salam disa herë që t'i bashkonte ata. Dhe në fund fare i thot, o pejgamberi i Zotit, pra goca Berira, a e ke këtë, tha, urdhër nga Zoti apo po ma thua ti? Jo, tha, po ta them unë, nuk është urdhër nga Zoti. Atëherë tha, unë nuk e dua atë njeri. Edhe pejgamberi sa nuk u fut më në këtë pjesë. Pra nuk është e vërtetë që Islami nuk e sheh këtë pjesë, absolutisht. Për këtë arsye ne kemi miratimin e vajzës në Islam, miratimin e kujdestarit, miratimin e djalit. Pra kur bëhet le të themi një nikah, duhet të ketë disa miratime. Miratimi i kujt? Miratimi i vajzës. Pra gjëja e parë dhe gjëja kryesore është miratimi i vajzës, siç do ta trajtojmë inshallah taala kur flasim për nikahun inshallah taala. Pra, histori që ju përmendet ka shumë elementë. Komunikimi i profetit alayhis salam. Po, ka shumë gjëra, po unë ndala këtu tek pjesa jonë, domethënë. Marrja e femrës, pra, për çështjen e martesës, domethënë gjëra që ndoshta edhe sot janë akoma tabu për shumë shoqëri në botë. A e ke parë tha mirë, a e ke parë se në sytë e ensarëve ka një njollë bardhë. Shpreja ndjenjave që pëlqen, nuk pëlqen, që sot është tabu. Edhe shikimi mirë. Edhe shikimi. Domethënë vjen ajo, domethënë deri në çfarë kufiri lejohet, domethënë që ta shohim një femër me cilën duam të martohemi, flasim në pjesën fetare. Në pjesën fetare nuk ka kufizim. Dhe kjo është thot në dy situata. Situata e dakordësisë, pra në situatën e dakordësisë i lejohet femrës ta heqë hijabin, të zbuloj pra kokën e saj, të zbuloj duart e saj, të zbuloj këmbët e saj, që kur ta shohë djalit të jetë i bindur se më kë ka të bëj. Nuk po flasim për rastet që janë akoma të pambuluara, se aty sheh vetë s'ka problem. Thot tjetra, dhe nëse nuk ka dakordësim dhe djali mund ta shohë vajzën çdo lloj le të themi paraqitje lejohet. Pra shumë e hapur situata, nuk është kështu siç e mendojmë ne domethënë. Akoma më e hapur nga ç'e mendon, po. Bukur. Bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra kur rikthyem sërish në studio me të ftuarin ton. Atëherë hoxhin nderuar, folëm pak për cilësitë, folëm pak për miratimin, ndjesinë, elementet që duhen marrë parasysh kur martohet, por mbetet edhe një element shumë kyç, edhe kjo në fakt është shumë e debatueshme. Flasim për moshën. Pra, kur është mosha, kur i ri ose e reja mund të paraqitet drejt martesës? Atëherë mosha, domethënë mosha ka të bëjë me pjekurinë, faktikisht si limit. Është pjekuria, por domethënë çdo gjë pastaj varet nga traditat, nga zakonet, nga vendi ku jeton njeriu, po edhe kushtet jetësore. Pra në Islam, nëse pjesa le të themi fiziologjike, nëse pjesa ekonomike, nëse pjesa le të themi e ndjenjave dhe e pasioneve është okay, atëherë nuk ka çfarë pritet më. Mirë, po ndonjëherë mund të ketë vonesa për shkak le të themi të angazhimeve që mund të jenë shkolla, që mund të jenë pjesa ekonomike për të siguruar kushtet e nevojshme të jetesës, atëherë ka një farë tolerancë. Gjithë kjo, do të thonë pa kaluar limitet. Dhe unë them pa kaluar limitet në momentin që kalon mosha, le të themi 20 e sa vjeçare, 25 vjeçare, unë mendoj që pastaj janë kaluar limitet. Në momentin që kalon 25-a, fillon dhe del martesa prej qefit dhe krijimi familjes dhe bëhet si diçka që pastaj duhet bërë se po na ikën jeta me fjalë. Ndërkohë që unë mendoj që ndjeshmëria, emocioni është shumë më i fortë para kësaj moshe. Pra për mos përmendur në moshë, se faktikisht nuk ka përmendje moshe, por në momentin që janë plotësuar, pra le të themi, është plotësuar pjesa është pjekur njeriu në tërësinë e tij, pra le të themi tek pjesa trupore, fiziologjike, psikike etj. Dhe i ka kushtet e një jetese normale, unë mendoj që në këtë rast martesa më nuk duhet vonuar, si tek djemt edhe tek vajzat.
Qartë. Pra pak a shumë ju, domethënë alarmi kuq është 25. Pra kur afrohet unë 25, do të thotë që me do e mos deri tek 25 jemi okay, po kaloj pastaj 25 fillojnë gjërat trashën, fillojnë gjërat tekat, fillojnë kushtet ku e diun kotëm kot, ndërkohë që deri 25 forca e emocionit dhe e ndjeshmërisë është më dominante ndaj le të themi materializmit. Qartë. Bukur. Kush janë disa nga këshillat e arta që Islami ose dhe ju nga përvoja juaj mund të jepni për rinin e sotshme pra nën sfidat e modernitetit dhe epokave? E para, martesa nuk duhet vonuar. Qartë. Pra, dhe kur themi martesa nuk duhet vonuar, koha për të përzgjedhur partnerin duhet përshpejtuar. Sepse nuk mund të ketë një martesë të hershme pa u gjet, le të themi, çuni apo pa u gjet goca. Dhe kjo kërkon prej nesh që ne të hulumtojmë, të shohim, të pyesim, të ulemi her mas here. Ti unë raste që unë disa herë, me disa raste derisa ka gjetur njeriu që me të vërtet përputhet dhe përshtatet me të. Dhe kjo është okay. Pra i bën mirë, nuk është se e dëmton. Djalin apo vajzën ulja me disa derisa të gjej njeriu e duhur. Gjëja tjetër është që mos t'jepemi shumë mas materializmin, pa mos ta teprojmë në ato kërkesat tona. Tjetra, mos mashtrohemi shumë nga paraqitja jashtme. Nga rrjetet sociale që sidomos edhe paraqitja jashtme, janë shumë gjëra që syu një ditë mësohet me to. Qartë. Domethënë le të themi paraqitja jashtme, bukuria, vjen një moment që nuk bën më përshtypje. Mirë po, thash shpirti i njeriu i mirë ai mbetet gjithmonë. Pjesa këshill tjetër që unë mendoj domethënë që është e rëndësishme është se njeriu në jetën bashkëtortore, domethënë duhet ose në përzgjedhjen e njeriu të tij, domethënë të jetës, duhet të shohë domethënë edhe pjesën e përshtatshmërisë, pra mos të ngutet tek pjesa e thjesht fesë apo tek thjesht pjesa e paraqitjes apo e pasurisë që ka personi. Duhet shohë edhe sa përshtatet dhe sa përputhet me të, sepse siç e tham është një jetë e gjatë. Prej gjërave të largohet paragjykimeve. Pra ne jemi një shoqëri paragjykuese, kemi ngritur disa kritere për gocën apo për çunin që nuk ekzistojnë askund. Faktikisht këto kritere paragjykuese duhen ngritur, duhen hequr. Për këtë arsye dhe kushti i vetëm që Islami ka dhënë në zgjedhjen e bashkëshorte apo bashkëshortes, se s'duhet të partnerë, është ndershmëria. Nuk ka dhënë kriter tjetër. Të jetë i ndershëm, të jetë e ndershme. Sepse jeta mund ta sjellë një rrethana dhe situata të caktuara që njeriu dhe gabon. Po kjo nuk do të thotë që njeriu duhet mbajt peng apo duhet penalizuar gjithë jetën për hir të një gabimi që ka bërë. Në fakt ky është dhe paragjykimi më dominant. Nëse ka qenë njëra e martuar ose nuk e di e lidhur ose para Islamit, kështu nuk e merr, thotë duhet se s'bën të jetë vajzë. Unë mendoj që ky është një kriter i cili faktikisht nuk duhet të qëndrojë, mbetet shije, por nuk duhet të jetë kriter bazik. Disa njerëz kanë kriter bazik, se është e drejta e tyre, po o zotni, kur e sheh jetën tënde që po të shkon 30 e sa dhe ti akoma vazhdon me klasikitete, si mund ta themi. Do të thonë nuk ka diçka që nuk shkon mirë. Paralizuar pra, normaliteti. Ose paragjykimet për sa i përket krahinave. Pra. Mos i shih këto gjëra, jo se mos jep në filan vend tha merr, po mos jep. Ose aty po lej këto gjëra burrë, domethënë ti shi, domethënë njeriu. Nëse njeriu, domethënë ec me njeriu, pa duhet të jemi larg paragjykimeve, pra nuk duhet të kemi paragjykime. Prej këshillave, domethënë që mund t'i japim gjithashtu është mos e bëj këtë hap të rëndësishëm të jetës pa u konsultuar me prindrit. Merr një mendim sepse prindrit njohin dhe dinë shumë më shumë se sa ti, dhe mund të japin disa gjëra, informacione shtesë që ti nuk i din. E fundit fare që mund të themi ose prej këshillave që mund të japim është nëse domethënë ndodh dhe merr informacion që ka le të themi një smundje të trashëguar, e cila është një smundje le të themi gjenetike apo një smundje problematike, atëherë mos u ngut ta ndërmarrësh hapin derisa ta pyesësh mirë veten. A do të kesh durim
për të përballë me këtë sprovë që mund të vitë tek fëmijët e tu gjithë jetën apo jo. Ja. Pra unë nuk them mos u marto, por pyete veten mirë. Pra duhet të kesh një besim shumë të fortë që domethënë sepse nesër mund të ndodhi kjo gjë tek fëmijët e tu. A mund ta durosh këtë gjë apo jo? A do të kesh ti sabrin dhe durimin apo domethënë pastaj nuk e ban faktori genetik, pra ke smundli që të ketë trashëgimi. Po duhen parë disa gjëra domethënë duhen parë, pse jo domethënë megjithse sot nuk është se i marrin shumë konsiderat. Për këtë arsye thash shumë domethënë duhet edhe mendimi i prindit. Pse? Sepse ai mund di shumë gjëra, mund të interesohet për ca gjëra që ti si fëmijë ose ti si i ri ose si e re nuk i percepton dot ose nuk i kap dot sepse ty të ka marrë vrulli tani për momentin, ndërkohë që thot prit se 1 2 3 4 të paktën ti t'jesh koshient për hapin që po hedh. Sepse kjo nuk është provë. Pra ne duhet të fiksojmë në jetën tonë, në mendjen tonë se martesa nuk është provë. Po bëri po e vazhdojmë, po nuk bëri nuk po vazhdojmë. Jo, më mirë shihi të gjitha gjërat përpara dhe pastaj kur të martohesh vazhdon jeta me beslidhje, se sa ti thua jo po shkoj, po nuk shkoj, nuk funksionon kjo gjë kështu. Hoxhë nderuar, mendoj se një pyetje që sot e ka shumë nga të rinjt dhe që është një nga problemet me të themi më evidente që shohim sot në kohën tonë është privimi i martesës për shkak të fesë nga prindi. Pra babai nuk don ta japi vajzën sepse thot djali është musliman. Në këtë rast ose kundërta ose anasjellës. A merret në konsiderat pra kjo le të themi sistemi i prindit kjo ndërhyrje? Domethënë le të themi ndoshta kjo futet tek çështja e kujdestarisë. Ja. Nëse prindi, domethënë e ndalon vajzën e tij që të krijojë pra le të themi apo të bëjë nikah me një djalë për shkak të fesë dhe të besimit, pra nuk ka arsye madhore për këtë gjë, atëherë kujdestaria e tij në këtë rast bie, ose e thënë më ndryshe në gjuhë më popullore, nuk merret konsiderat kundërshtimi i prindit në këtë rast. Dhe veprohet, pra si veprohet? Në këtë rast shkohet tek kujdestaria bedil, tek kujdestaria që tjetër, pra tek një kujdestari e dytë. Kujdestaria e dytë mund të jetë gjyshi, mund të jetë vllai, mund të jetë xhaxhai, po edhe nëse këta ndjekin linjën e babës, normalisht kështu funksionon. Atëherë hoxha është ai i cili apo kadiu, duke qenë se s'ka kadi, atëherë hoxha imami është ai i cili e bën nikahun. Dhe kjo është një nga mëdhëbet e Islamit, pra në mëdhëbin Hanefi është që mundet që kadiu ndërmarrë rolin e kujdestarit. Por nga ana tjetër ka disa njerëz që edhe mund të abuzojnë në këtë term. Pra e përdorin si pretekst që ta marrin vajzën, le të themi, nuk po them ta rrëmbej, por ta ratisën. Pra si është procedura vërtetimit, verifikimit që kjo ndodh? Normalisht kjo gjë duhet verifikuar. Bile mund kujtom në një rast kështu, ka ndodhur, domethënë në rast që ka ndodhur, një hoxhë, një imami i vjen aty 2 të rinj dhe janë kohën për punën e prindit e ku dëgjon etj. Dhe hoxha me drejt Zotit, si më thën, me naivitetin e tij, domethënë, e beson situatën dhe ua bën nikahun. Ua bën nikahun, i marton. Më vonë, mas 2-3 javësh ku dëgjon, takohet hoxha me tjatin e vajzës për ditë xumaje. Edhe takohen, pini kafe, thot, po ti, kështu, thot. Thot, më ka zënë belaj, thot, ai, me gocën, i thot, pse? Thot, po më duket, thot, se më shlidh me njënin, thot, po nuk është se më pëlqen. I thot, ai, kush është gocë jote, kush është ai dhëndër, si më thënë? Edhe ja përmend emrin, kur hoxhës i kujtohet. Edhe tha i hoxha, Zoti më shiroftë se është bërë për rahmet, tha pasha Zotit, tha kam marrë një mësim, tha që s'da harroj sa të jem gjallë. Tani goca tani për dal nga situata, domethënë e quajtë babën jo musliman sepse falte vetëm xhuman. A kupton? Pretekst, pra ishte preteksti që pretekst edhe e mbaroi punë. Do të verifikuar. Duhet më qenë domethënë të kujdesshëm te kjo pjesë, se punë fare rast, po. Hoxha, domethënë, çfarë bëj hoxha? Hoxha si vjen një i ri dhe një re, me dëshmitar me gjithçka, ai nëse është me dhëbën Hanefia se ka për obligim fare të pyesi për prindin. Kështu që hoxha në rregull është. Se është dëshmi e rrem pra nga ana e tyre. Jo, me dhëbën Hanefin nuk kërkohet fare kujdestari. Pra nuk është obligim. Pra mund vinë një djalë i ri dhe një vajzë e re, martohen tek hoxha dhe hoxha 2 dëshmitar marrin punë. Kuptova. Kurse me dhëbet e tjera, po, e kanë të detyrueshme prezencën, e kanë
të patjetërsueshme prezencën e kujdestarit. E rëndësishme që mos dalim nga tema, nëse, domethënë për shkak të fesë bëhet ndalesa, flas për shkak të fesë dhe besimit islam. Qartë. Sepse prindi pastaj ka të drejtë ta ndalojnë nëse është fe dhe besim tjetër, që mos ne ngatrojmë gjërat. Qartë. Pra, flasim nëse e ndalon për shkak të besimit islam, atëherë në këtë rast vajza ka të drejtë të bëjë zgjedhjen e vet. Bukur. Hoxhë nderuar, falenderoj për këto informacione dobishme që dha sot për publikun. Gjithashtu ju falenderoj edhe të shikues nderuar për vëmendjen që na kushtuat. Deri emisionin e ardhshëm, asalamu alaikum.